Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi mëngjesin e sotëm se ka përfunduar vlerësimi i votave për kandidatët në listën e hapur në 12 qarqet e vendit. Në Fier, mbas ditën e djeshme, u numëruan kutitë e fundit për votat preferenciale. Drejtuesja politike i qarkut, Belinda Balluku, në një prononcim për mediat, fitoren e thellë të Partisë Socialiste ia dedikoi emrave të kandidatëve kryesor, Ceno Klosit dhe Asfloral Haxhiut, mjekut lushnjar që e vlerësoi maksimalisht, ndërsa ndjesën publike ndaj demokratëve të deputetit Luan Baçi për humbjen e thellë në këto zgjedhje e cilësoi qytetari. Për sa i përket votës preferenciale, për të thënë të drejtën, unë e vlerësoj shumë sepse tregon që kemi bërë një zgjedhje të mirë në skuadrën tonë. Vota preferenciale praktikisht në të gjithë listën është e shpërndarë, por nga ana tjetër kemi sigurisht dhe vendet e para, siç është rasti i Ceno Klosit, i cili kryeson listën me mbi 16.000 vota, apo rasti i Asfloral Haxhiut, që përfaqëson pra grupin e deputetëve të Lushnjës, doktorin, i cili ka marrë nëse zgabojmë rreth 12.000 vota, apo dhe rasti Antoneta Dhimës, që është më e votuar nga femrat mbi 6.000 vota. E gjitha kjo tregon që kemi bërë zgjedhje të mira. Nuk e kam ndjekur prononcimin e zotit Baçi, megjithatë nëse e ka pranuar publikisht tregon qytetari, tregon profesionalizëm. Unë zotin Baçi kam kohë që jam në parlament, kam respekt për atë çka ai përfaqëson, në fund të ditës përfaqëson të gjithë qytetarët e djathtë qytetit Fierit, apo të bashkisë Fierit, apo qoftë të qarkut. Pasi ka siguruar rreth 17.000 vota në qarkun e Fierit, kandidati më i votuar Ceno Klosi ka pohuar në një prononcim mediatik se besimin e qytetarëve do ta shpërblej me punë. Kjo është një mision tani që fillon dhe do jetë për gjithë qytetarët pa përjashtim të gjithë qarkut, sepse siç e kemi thënë më parë, ne kemi një projekt të madh dhe të vështirë për gjithë qarkun në të gjithë sektorët, do të thënë që ky qark i ka si shtylla të forta dhe tani fillon puna. Kemi arritur të krijojmë një database të gjithë problematikave që kemi identifikuar, që kanë qenë një nga pjesët e rëndësishme të planit të projektit që kemi, pra për zgjidhur shumë problematika të vogla të mesme. Gjithashtu ajo pjesa tjetër e rëndësishme që kemi punuar çike për të ndërtuar projektin e të ardhmës të këtij qarku, që është një ardhmë që duhet të shkojë paralelisht me të ardhmën e vendit që jemi drejt Bashkimit Evropian.